Të nderuar pjesëmarrës të qytetit tonë të lashtë, demokrat, me parti, pa parti, socialist të gjithë, që jemi mbledhur sot në këtë kuvend, me nderin e madh që na bën Doktor Berisha, Doktor Profesor Berisha, deliri i madh i opozitës, deliri historik, baca i demokracisë shqiptare. Unë quhem Bardyl Qafa, Beratas, 150 vjetë. Jam pensionist, kam punuar arsim. Për 26 vjetë e gjysmë në profesionin mësues që marrua pedagogjiken, pasaj institutit e universitetit për biokimi. Punova një jetë të tërë dhe mora sot një pension qesharak. Të më fali. Jam sot tu për t'ju të treguar për vete, por i bindë se do të flasë edhe për çdo pensionist të vendit. Më nxiti, kur morëm pensionin, si zakonisht të datë, të më falni, që më nxiti që dua të flisja sot për para bacës së demokracisë, zotit Berisha. Kur mora pensionin, një pensionist atje, moshuar, e mora, thashun, e mora. Tash me bukë, tha. Unë për edukat, falenderit. Një pensionist tjetër u othe, tha, pse tha, hajt me një tjetër pensioni? Hajt, thaj, pse nuk e diti, tha, që? Hajt me ilaçe, tha. Hajt me doktor, tha. Hajt me spitale, tha. Hajt me shkresa, me letra të pambaruar, tha, me gjyqet e me hipotekat e me ato, tha, nuk e di këti, tha, me vjen kek, tha. Punova një tërë dhe mora sot një pension qesharak, si stash. Ne pensionistët jemi të braktisur në 12 vitet e qeverisë Rama, e cila nuk arriti asnjëherë pensionet. Me pensioni minimal që marim, nuk më del as për ilaçet e muajit, për mos folur për ushqimet e ditës, perime, fruta dhe ato të jetës së përditshme. Unë, por edhe gjithë pensionistë tjerë, jemi në kufit e mbijetesë, se sot jam afër 80, 2 shkallë pas doktorit tim të dashur. Por, pa ndihmën e fëmijëve, të madhit zot që atë investim moral, se material çdo prind bën për fëmijën e heq bukë nga goja dhe ta nxjerrë në shkollë, na i shpërblyen dhe dolën kuadra, mbaruan jashtë me grada të tjera dhe kanë ardhur në Shqipëri, ku ka gjyshrit, ku janë varret, ku janë dashurit. Pa ndihmën e fëmijëve, se kalova edhe në operacione të rënda me bypass e tjera, do të kisha ikur, i themi ne atje te babazoti. Unë jam i bindur se asnjë pensionist sot nuk kërkon lëmosh me karakterin e nderit të shqiptarit. Kërkojmë vetëm shpërblimin për atë djerë që kemi derdhur në vite. Në ato vite që kush ka punuar e ka jetuar, doktori është okulari kryesori gjithave.
Kur pash televizion programin e PD-s, ndjeva shpresë. Ky program ofron pensionistët, i ofron në radhë parë dinjitet. Besoj se si tek unë, programi i PD-s, i Partisë Demokratike, i Partisë së Demokracisë, i Partisë së Themelusit, Bacës së Demokracisë e Shqipërisë, doktor Berisha, na ka ofruar shpresë për çdo pensionist në shoqëri. Prandaj, për këtë, të lutem doktor të më falësh, dua të na japësh fjalën ashtu si që nga në 90-ta tek sheshin i studentëve që jam themelus i Partisë Demokratike në Berat e Dejmë sot dy kemë ngelur se një pjesë. Da e për shfjallën që do të realizosh programet për ne në 100 ditë e para të qeverisjes, si që keni thënë e deklaruar botërisht, sepse ju, doktor, keni treguar se e mbani fjallën. Ju faleminderit, ju falenderoj, në atë parë, falenderoj doktorin, udhëheqësin, bacën e demokracisë. Fitore, fitore, fitore. Faleminderit Bardhyl. Tani fjalën e ka zonja Vaçe Zyka, mësuese. Faleminderit.